shikues të emisionit Koshia Show, mirë se ardhat në emisionin tuaj dhe tonë Koshia Show. Gjithë ju që po ndiqni emisionin, urime muaj i madhreshëm i Ramazanit, agjerim të lehtë për gjithë juve, duartërkitje për ata që agjerojnë. Faleminderit dhe sponsorëve tonë atyre që mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Është Ujë Sibora, është prodhim vendor, një shishe Ujë Sibora është një hap drejt jetës së shëndetshme. Është pija Aronika, fabrika për prodhimin e pijeve 100% natyrale, që nuk janë vetëm pije, po janë edhe lëndë shëruese, se kush e di çka është aronia. Normalisht ka efekte shëruese. Faleminderit shumë. Pronari Esat Berisha nga Zvicra ka ardhur dhe ka investuar në Kosovë. E ka fabrikën, duartërkitje pas është prodhim vendor. Është Çekar.mk, aparati për montjen e shtypjes, që po besoj çdo familje duhet me pasë, është shumë lirë. E gjeni te Çekar.mk në Facebook. Për juve që jeni në sezonën e zakonisht pranverës, keni probleme frymore, është ky aparati në Halimi. E gjeni edhe këto te Çekar.mk. Faleminderit shumë Florimi duartërkitje. Është Kopier Computer Center Kosova, që ka dhëruar këtë laptop të mrekullueshëm emisionit tonë dhe që gjendet me lokale fizikisht në Prishtinë te stacioni autobusëve. Faleminderit shumë. Si dhe është lirimi kompani për pastrimin e shtëpijave apo kockave, kush doni me pas shtëpinë të bukur, mos me lyp për zyti me fasadë me kushtuar shumë shtrejt, e thënë është lirimi kompani në Facebook, ajo pastron shtëpijat. Duartërkitje shumë e madhe se janë prodhime vendore këtu. Shikues të dashur, sonte kam një mysafir special. Ajsa vjen në special, është mik i emisionit tim, normalisht mik edhe gjithë shqiptarëve. Ka studiuar për toksikologji, është shkencëtar i madh, mbi gjithë është edhe patriot i vërtet, sepse ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e shtetit, veçanërisht në konferencën e AMBI-s me neve sonte profesor Etem Ramadani me duartërkitje të doja. Faleminderit shumë. Respekte, faleminderit. Hiç pa problem, çe. Respekt, faleminderit shumë. Respekt për ftesën. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve për ftesën. Shumë respekt prej Dubajit erdhe të na. Special. Nuk na refuzon asnjëherë. Po kush të refuzon ty, nuk o mirë. Faleminderit. Urime muaj i madhëshëm i Ramazanit, të në di që ti agjerat. Ma vonë ju t'ju tregoj. Po dalmi direkt në temë. Për gjykatën speciale patëm fjalimet e fundit të ish president Hashim Thaçi, parlamentarit Veseli, Recep Selimit, Jakub Krasniqit. Unë di që ti ke njohur niku ata dhe ke qenë bashkëveprimtar i tyre, veçanërisht në konferencën e AMBI-s, por kom dëgjuar paseri kështu të thonë, bile një avokat kur ka qenë këtu në studentime ka thonë, unë nuk pajtona me Hashim Thaçin se një kur e kërkoj ke me Eldinor Drajt ka humbaj. Fakt cila është e vërteta e konferencës së AMBI-s, prof? Pse pat humb Thaçi, a ka pas humbur me aju? Tani ka shumë thonje, shkrime, tha që ka ka delegu dikush, çka dëgjova, lexova dikush. Dikush do ka qenë agent. Ka shpioni i francezë dhe ata e kanë largu nga Albrighti, o humb, ky tjetri që po thuti, e vërteta kjo. Dhe nuk janë dy të vërteta, se nuk ka dy të vërteta. Ka vetëm një, o s'ka të vërteta. Shumë e vërtet. E vërteta kjo që gjatë unë e kom njoft Thaçin para Rambujes, ka jetu, ka qenë shumë kohë në zyrët e mija, shtëpinë time, Thaçi, Kadri Veseli, Gjavit Haliti dhe shumë tjerë nga UÇK-ja që pastaj i kanë pruktate unë në Ljubla. Du më thonë nuk është që e kom njoftu gjatë Rambujes, po e kom njoftu shumë kohë para Rambujes. Rambuja ka qenë 99, kurse Thaçin e kom njoftu në shtator 98-ës, mes Gjavit Halitit. Gjaviti ka njoftu me ta dhe pastaj nuk këna qenë, do më harë shumicën në kohës, këna qenë bashkë. Tani po kaljëm temën e Rambujes. Rambujeja kanë qenë delegacion, i dini mështë përsëriti gjëra që i dini ma mirë se unë, për UÇK-s, për grupit të ashtu quajtur intelektual dhe për LDK-s. Në konferencën e Rambujes, lidhja e ime në mrena ka qenë Gjavit Haliti, që po do të mi përsërit, po javlen mi përsërit, se orë bo një konfuzion me qëllim e pa qëllim,
me njohje, pa njohje, po kanë dha opinione të ndryshme, për interesat të ndryshme. Dhe, do me thonë, gjdo natë, gjatë Rambujes, unë ku marë informata ka Gjavet Haliti, jo vetëm me telefon, po me shkrim, ofertat, si qka ju ofron të delegacionit shqiptar, plana ose konferenca Rambujes, në krye me zonjën Albright. Do me tha, edhe një njëri tjetër që më ka informu, ka qenë, pastaj u bo në qeverin nanë, e bëri shef të sigurimit shtetëror, se largoj Klosin, njeri Pajazit për parim Ajazi. Këta dy njerëz, unë kanë informu për çdo natë, jo një natë, por një natë. Dhe me shkrim, i kam pas në zyret e mija një 500-600 faqe në të kohë, edhe me shkurtu muhabetin, oferta përfundimtare gjatë aty në ditëve ka qenë që pani nuk e di sakta, kanë qenë 15.000, 20.000 forca serbe, policë dhe ushtarak. Me mbet Kosovë. Me mbet Kosovë. Nuk ishte në ofertë që mas një kohë të ndigjohet zëri i poplit ose të ketë referendum, që ishte normal kërkesa. Dhe Gjaviti, duke ne këna besue në mënyrë absolute, kur është Amerika, shqiptarët nuk bëjnë pyetje, po thot Amerika, në atë kohë po thot Albrighti, unë kom qenë direkt i lidhur me Gjavitin dhe i kom thoi jo. Albrighti, e kom thoi këto dhe kur ka qenë gjallë Albrighti. Një ditë, si kur krejt tjerë tikin, po do vdes edhe ne mbesum nër Serbi, edhe nuk unë nënshkru. Një ditë, përveç tjera shumë thët Gjaviti është mirë, me se ishte delegacioni i Serbis, shkoj e takoj Miloševićin, u largun, është mirë që ti të folsh me Demaçin, edhe të vjen hashimin e, kjo ka qenë ideja, e hashimit të këtyre mrena, po mu ma ka interpretu e Gjaviti. Dhe është mirë ti takojsh Demaçin, takohet me ju në Ljubljanë. Atëre Demaçi tani nuk po hinë ato teoritë konfrontimet e tyre, se Demaçi kishte veç një ide që ky delegacion, jo për UÇK-n, pa i përmena, nuk është shumë i besueshëm dhe kanë me prenu gjithçka. Nejse, unë e thira Demaçin, ishte në Prishtinë, tha nuk takohna kur me, jo me hashimin, po për shkak të delegacionit Bacit, tha nuk vi. Unë i tha shkurt, nëse nuk vjen, atëherë unë nuk flas me ty. Edhe Baci e kuptoj, seriozitetin erdhë në Ljubljan, pas shkojnë pastaj të Drnovsheku, të kryeministri i Slovenisë asaj kohë, ish president Jugoslavis, dhe aje ka nënshkruar dokumentin kur o liru Demaçi pe burgut. Tani pa të ndalë fjalë qa që i intereson për Kosovën, që ka pas babën shqiptare, tjera. Edhe unë e disha këtë informacion, unë pa thirë muë, Drnovsheki, me më tregu që unë jam i autorizuari i Albright dhe Solanës. Dhe më pa të pyet, kush është Kali, kështu, tekstualisht, këto për përsëriti që ti, do në mi hypë me fjallë, kënë do të përkrahëm, se aty nuk po din. Këta të hujtë ka një konfuzion. Nuk e din, ashimi nuk ishte ndo një emër në atë kohë, dhe kush është ai që ti e përkrahëm. A është Rgova, a është ky, a është Demaçi, unë thash, është Hashim Thaçi. Dhe kjo është e vërteta, këtë e kom përsëri disa herë, edhe i tha, kështu, një kërkesë unë e kam, që am siguron që Hashimi mund të vjen lirë shumë, i siguruar që mos të vrajnë serb me u taku me Demaçin. Pa tjetër, tha. Bire edhe erdhë. I organizu mas një ditë e dy, erdhë Hashimi në zyrën time. Edhe unë i tregova si është situata në teren, disponimi këtyne komandanta në teren. Unë kisha lidhje me disa direkt, sidomos me Sulejman Selimin, me Remin me Zbacit, edhe i tregoj unë që disponimi tyre është që mos të nënshkruhet rrëve, se unë i kom informu që apo ofrohet.
Dhe asnjeni nuk e pranon. Unë nuk isha lidhje me Ramosh Haradina, me këta, po me këta Drenicës dhe Rejmin dhe Bacin, sigurisht që e kisha informue. Edhe duke ditur në situatat, raportet, paka shumë si janë, për këto mund tjetë përgjigja në i pyetje tjetër, atëre erdhë Hashimi në zyre edhe e kuptoj seriozitetin dhe pozicionin që e ka në raport me këta komandantët që ishin në teren, jena që unë kam, o betu, duke i shtrëngu në 3 dur që Rambujen nuk e nënshkruj, me këtë format që është. Kthehet atje, i tregon këty në grupit, nuk e di që ka bisedu mrena, por Hashimi i tregon edhe Olbrajt që nuk e nënshkruj, se është demaçi ai që më ka thonë. Pas 2 dite, tani nuk e di, me data 3 dite, vjen edhe shefi shërbimit sekret të Slovenisë vjen zyre, thot, do në më taku Drnovshekin. Shkoj unë, thot nesër, me thonë nesër, do të me arë zyre, do të bisedojmë me demaçin, për me ju binë që do të nënshkruhet, dhe vetë Drnovsheki. Shkumna në zyre. Edhe unë e demaçi Drnovsheki dhe shefi i shërbimit sekret. Në atë moment, kur filloj, ai shkoj me ato stilin negocius, që do të me nënshkru, e keni Amerikën mrapa, mos e opni Amerikën, këtu janë të vërtet. Dhe biseda ka zgjatë mbi 1 orë e gjysmë. E pa që asun, as dhe ma që nuk nga bindi, ose i thamë që nuk, i spjegova në shkur Hashimi, që në teren nuk është këtë disponim që me metë forcat serbe mrena Kosovë, atërë zotit Junimov tha tani, ju të regoj, kretë kohën, ju kanë digju Olbrajt, lidhje ka qenë. Këtë biset e kanë digju Olbrajt. Dhe ajo ka një kërkes që demaçi me fol me Olbrajt. Tha dhe jo këtu, ku ishte ajo hyrja, po në karriken e zyrën e Drnovshekit. Unë kum qenë përkthys. Edhe duke i thot demaçit të di me ko për fletë. Me zonjën e madhe, se aje qumë të ashtu, edhe ki kujdes basë. Me qetësi, me kujdes, ndigjo. Nejse, ka zgjatë diskutimin Olbrajt dhe demaçi një 28 minuta. Si përfundim, ishin të njëjtat kërkesa, nuk mund të nënshkruhet Rambuja. Nuk e nënshkruhet si përfundim. Edhe i tha jo. Atëherë ajo tha. Atëherë unë do t'ju dërgoj aeroplanin privat, edhe janë në Paris. Pra nuk e nënshkruhet konferenca Rambujës, po e Parisit? Ja, është tjetër bëhabet. Kthehemi ne, mas u mbyll muhabeti, edhe ato pollavrat ja kalshu telefonin, ato janë të shpikje të njerëzve për interesat e tyre, po nuk ka pas shumje telefonit, as mbyllje t'il, unë jam kthy në zyre me demaçin. Hiu në ullëm në zyren time, sekretaresha thot, Robert Dahl don me fol me ty. Wow. Edhe në fillimisht, u lajmëru një shqiptar, unë nuk ja kom përmen emrin, për Milajim Zeka, herën e fundit e bani publike. Kush është ai? Ishte Hari Bajraktari. Hari Bajraktari. Unë e njifsha si emër, sa ju paraqit, e disha që jo patriote, ka bo për shqiptar. Çka tha ai ty? Nëse ai më tha, minutu tha, ne pe i autorizuar, tha, masi i keni mbyll telefonin me Olbrajtin, e ka thirr Bill Clinton, presidenti Amerikës, Robert Dahlin, si miku maj mirë i shqiptarve, dhe e ka autorizu që të negocion me demaçin për ta binë që Hashimi ta nënshkruaj në Rambujen. A ishte bisedë direkt me mu. Edhe unë thash jo, njësoj, mos t'i përsërit një fjallë. Thash që nëse, jo, ma dha Dahlin. Doli folin, ja, 10-15 minuta qysh. Unë i thash kështu, ti e miku maj mirë i shqiptarëve, ti e heroj joni, e tjera, por Rambuja si e tilë nuk nënshkruhet. Edhe pi tregoj kushtet.
ndroni këto, s'ka problem. Atëherë, ma ka dho prap Hajri Bajraktarin, a i tha ti do mbetesh në histori tradhtari maj madh i kombit, mas e sa të ati numroj, thash, okej, faleminderit, unë e prenoj të jem tradhtar, po kështu nuk në shkruaj. Pastaj, një javë ditë, më kam thirrë në telefon Dolli, po jo Hajri jam do këtë më se po bani tradhtar. Po s'karën si, po dolmin të. Edhe Dolli të thash jo. E qka keni në shkru, profesor? Ai do i ke marrë Dollin në Ljubljan, edhe me na bind që më nështru Rambujeja. Tani, masi u kry muhabeti në zyrën time, se këta harrova me tregu, atëherë i tregojnë, Dolli i tregon Albright, që nuk në shkruan. Atëherë menquria e saj, e kjo stil i negociata njët u i forti i ndërprejnë muhabetet. Në më thë, kur ki pozicion negocius dhe ti e ndërprejnë për një kohat, në gjarje ose atakim, që ishte Rambujeja në këtë rast, atër ti ki pozicion të fort. Albrighti u bo, se ajo është Albright, tha, konferenca Rambujes shtyhet për 2 javë dhe do t'jetë Paris. Kaq, murë fund. E mandejnë Paris është në shkruar? Pastaj, ndodhi Parisi duke u bindë këta që nëse në bohën këto ndrime, hjeken këto, edhe Serbë nuk e në nëshkrujten. Serbë nuk e në nëshkrujten, se Albright të thotë, kena me hje këto forca e tjera, ka më në ndigju zëri poplit, referendum. Pastaj, delegacioni shqiptar në krye me shqiptaqin e në nëshkrujten. Cili ka qenë po? Edhe Serbë nuk e në nëshkrujten, Gjavet Haliti po më duket prej NATO në Bruxelles, ku është qendra, edhe më thretët, shiqon televizor në ora 8, fillon raketa e parë. Dhe filloj raketa e parë në ora 8, sa më kujtohet, e bombardun Beogradin. Bravo, Dorë Gjitje, bravo. E përmen shumë Gjavet Halitin, të më thonë, në atë ku Hashim Thaçi s'ka qenë i jurë. Gjaviti e ka lënë krye ty. Tani a këto raporte, kush o ko ma i njohur... Jo, në aspektin përmenaj, kush ka qenë për ty kërës? Gjaviti ka pas në mrena, mundësi me folë. Nuk është që Gjaviti ishte ma i njohur, ka folë me mundë. Nuk e kam qëllimin atë. Qëllimin e kam të tha pak mare që Hashim Thaçi nuk ka qenë i njohur shumë në atë ku. Lidhja jute me Hashimin ka qenë përmet Gjavitit, a e tha kështu? Gjaviti mi ka pru muë, në Tiranë më ka njoftue. Edhe unë njoftu me ta, pas ta këta ka në Ljubljan shumë herë. Roli, cili ka qenë roli Ibrahim Rëgovës në konferencën e Rambujes, profesor? A i ka qenë antari delegacionit, ka përfaqësu LDK-n. A ka posë ndikim? Tani realisht me folë kështu, pa politike, pa anime, një njeri ose një grup ka posë, s'ka qenë vishë njeri. Përfaqësu si shefi delegacionit të UÇK-s ka qenë Hashim Thaçi. Nuk më ka thirë Albrighti me bind dikon të Rrugovës, nga kanë thirë me bind Hashim Thaçin. E Rrugova është? Hashimi ishte faktori. E Rrugova? Rrugova asë njeni nuk ka pas pesh për me vendos po ajo. I vetmi ka qenë delegacioni UÇK-s. Në krye me Hashim Thaçin? Më thasha, a i ka përfaqësue, a i ka qenë shefi delegacionit, sikur Rrugova që ka qenë shefi delegacionit, zdi kush ka qenë tjetër përveç Rrugovës. Hashimi o ka shefi delegacionit të UÇK-s. Të UÇK-s. E kom të gjunë intervistëve të nësërujt edhe Blerim Shalës, ku thonë ata që edhe ata kam posë ndikim në konferencën e Rambujes? Shqo, tani, unë po thëmë kam ndikim, po... Cili ka qenë roli vetë të nësërujt? Nuk i ka pyt, ta kanë qenë një delegacion, Suruj, Rrugova, Recep Qusja. Rrugova, një grup që kanë përfaqësu intelektual, sa dion kështu ka qenë emërtimi i tyre, a i ka pyt kush, pytja disi është bëhet. Sigurisht ka pas pytje, kanë bisedu, por Albright edhe këta tujtë kanë di që vetëm UÇK-ja ka fuqi për me vendosë, se këta ishin ata që luftojnë, këta ishin ata që bëjnë probleme, nuk ishte Rrugova, që kishte pushkën e ju thët aty në vetëm UÇK-ja ka pas forcë. E qka ju tha një komandant, se unë e di kështu gjatë biseda private,
Ju ka thonë diçka këtyve që nëse e nënshkruani? Jo, unë shkova në Rambujës, të thash. Edhe i tregova Gjavit Halitit. Aty jashtë ishte si quhet, Agim Qeku, edhe Kadri Veseli. Unë me Kadrin isha shumë i afër dhe i tregova si është situata në teren. Edhe i thash shtu Shqip, përësia e filion Fistekit, e njëshën se kisha prunë në spital, në Ljubljan, që keni kujdes se asnjë prej delegacion, nëse në nënshkruani jeni të vdekur. Kush ka thonë këtu? Tani, mos është Sabiti? Jo se pi akuzoj, tani më bjen që me akuza e me rëmiku. Është Sabiti, Sabit Geci. Edhe... I ka thonë ju vrasë se në nënshkruani? Po, tha thuju. Edhe unë i kalzova Luli. Luli pastaj erdhë me mu prej Parizit, erdhë në shtëpinë time, se unë ja pa ta qumë Sabitit, ishte duke u shërue pe i kamës, se pa ta qumë në operacion, e është histori tjetër, kur 3 serbe, në saltë operacionin një ikën doktorit, se i thuj, po kjo që kësë, kur ja shohen shipken e metalike të korroduar, edhe ato bërtosin, më thirë profesori, thot, ku shë kë njeri, as pas ka dokument, as ka pasosh, edhe ja kanë shu sallën operacionit. Tani shkova unë, të regova që shteti e din, mos u mërzit, se në atë kohë unë i kumë shti edhe harshimat edhe krejt pa pasaporta. Do më krejt ta që ka ishim në qëkës kishin, edhe krejt jënë fut, kur ka ardhë Hashim Thaçi. Gjithmonë është prit, si kur me qenë shef ose me tho president shteti, me mbrojtje, me do më thonë hotel, ku flajka Hashimi e rrugishin ata shërbimi sekret. Se unë e bona Hashimin shumë important në Ljubljan. Para se me kalu të tema aktuale që sot gjykata speciale që të kuftu për që tem, edhe një detaj të vogël. Çka ke thonë Gjavit Halitit atë kujtuhet kur të ka thirrë që e konë në skem? Po, jo, pastaj gjatë luftës unë isha në jahtën time, gjatë dimnit ishte se gjatë lufta gati 2 vjetë, ku je një jahtë, tha u knaqe, ku je në skem, tha, ti veç po knaqe, tha shiqa, nëse ka fillu lufta, me qëllim që kretë shqiptarët vdesin, nalë nëse s'ka kuptim. Ju keni fillu, ju i një trima, ne do t'ju shpallum herojson me në isha që vdesin ta gjatë luftës, po dojën kon luft, do s'jën ka, shqyqyrë që shpetun, unë e thash nuk e kam njetë, as nuk jem trim, se më kanë lutë eja në teren. Thesha faleminderit, nuk jem trim. Mi që përka të zënë, bravo, dhe atë gjitje. Mi që përka të zënë drejt. Profesor, a dolmi të tema, a i po e fjalimet përfundimtare të ish presidentit Hashim Thaçi, që po mendon për gjykatën? Jo, tani 2 pyetje në këtu. Ndëgjova u majten me dignitet komentim, e qitën jo vetën, ajo të 4-tit, nuk e qitën vetën në 1, aqë sa unë i kuptova, po edhe ashtu është, edhe e qitën Kosovën, të regum pse jënë angazhu, për shkak liris, që nga ka mungu, edhe unë jom angazhu e po jo në luft, po me aqë sa ku mujt, për shkak se neve nga ka mungu diçka esenciale, ekzistenciale, pa cilën s'ka jetë, ishte liria. Edhe ajo më pëlqej se se cili prej këtyre, pejtë parit, dikush ma oratorik, dikush ma e kishin pregadit shumë mirë, unë bajten me dignitet. Dhe më thonë, liria nuk ka ardhë rasi, liria e Kosovës ka ardhë, si jo veç rezistencë, këta nuk kanë rezistu, këta kanë luftu. Tani dikush ma shumë, dikush ma pak. Nuk u dërzun dhe më pëlqej, kjo është përgjigja, a i ke po. Edhe që nuk shiqoj, po ishte patjetër. Qka me ndoni dhe me thonë për akuzat që ju kam po atyre, nëse s'ka bëj 20 vite me radhë, shumë nga analist ndryshëm, nga opinionist, tu i thonë kriminella, tu i qujt hojna, tash njëjtit për dolin për i mbrojnë, a i ke po, bëse ke po, s'rasmi po. Po tani me thot drejten, unë kërëhi NATO i pa ta laj me kështu nuk shiqoj televizor, po kjo nuk është një ngjarje që mund t'jesh neutral edhe indiferent çka po ndodh në Hagë. Shiqo, nuk o çudi, ne do të pranojmë, gjyqi çdo kur përbohet prej prokurorit, për këtë arsye ata i kanë akuzuar dhe janë atje, bëhet për mbrojtësit dhe gjykatësit.
gjykatësave. Absolutisht. Tani, për fat, nuk e përdori fjallën për fat keq, po mund tjetë edhe fat i mirë që shqiptarët vendisohen. Akuzat e para, sa unë i kom përcjell, nuk o bo nga prokurori i Hagës, jënë bo nga shqiptarët. Për këta të katërët, bile kanë shku disa dhe ma larkë që UÇK-ja ka bo krimi lufte. Nga kush? A guxojna me përmend? Shqyqa, janë qeq... Janë gazetar? Gazetar, opinionista, politikan, të gjithë. Akuzat e para nuk janë ngrit nga prokurori i Hagës, janë ngrit nga shqiptarët. Nëse i thuti presidentit ose në këtë rast Hashimit e Luglit, që i kom dëgju unë, i kom dëgju ti, i me emra, që UÇK-ja, kjo është kriminal, kjo është kështu, në parlament Kosovës. I kanë thonë? I kanë thonë... Edhe e di kush i ka thonë? Edhe i din, po nuk është ajo zbulimi imi. Kryeparlamentare sot që është, i ka thonë Kadri Veselit, i ka thonë ti e kriminal. Kush? Kryeparlamentare sot që është. Tani... I ka thonë në burë, ti po shkon të fundit, po 10 vjetë për para, 10 vjetë. Du me tha, akuzat e para nuk janë të kësaj që për përmenti, kjo ka pas babgjyshin heroj. Jo, ta më puno në vishë që apëm kujtuat. Tani unë nuk e kom digju me të... Ka dhe gazetar tjerë? Jo gazetar, po shumë gazetar tjerë, jo një. Shumë opinionista. Dhe ajo që ka është për që di, që krejta që i kanë bo akuzë, e jo në lutë zotit isha Hashim tha që shkon Hag, tani është një gjendje shumë e ramë kur i ndigjon të njëjtit, ju gjëjtën Albin Kurtit, të njëjtit, pas një dalim, ata që kanë akuzu Hashime, këta që kanë bo krime, ju kanë gjëjtë Albinit, ju gjëjtën Albinit, jo i Serbis, jo do me shkatu e tjera. Tani, këto dit, të vënd njëjtit, qohën të Hashimi, mi mirë, Hashimi. Do me tha, ta përfundojmë këtë përgjigje në pyetjen tonë, akuzat e parë janë inicu nga shqiptarët, këta të hujtë kanë vesh, e vërteta që ka viktima, e vërteta që ne nuk mund të negrizhojmë që në Kosovë ka qenë krejt lugle, gjatë lufte, se pas lufte ka qinda njerë që janë vra, dhe kjo është arsyeja, po inicimin e këtyre e kanë marrë shqiptarët. Shqiptarët, kur thëmë, po një grup opinionista, një grup intelektuali e tjera, kanë shru libra për të... Ti profesor, shka me ndonë kështu si me meditim e tha, pak ma erë, a me ndonë që të të lirun ata, a beson pa fajsin e tyre? Unë besoj në UÇK, këta e në profesus, që lufta UÇK-s ka qenë e domosdoshme, jo e pastër e këtu, po se po, çdo luftë që luftohet për liri, është luftë e vërtet, është luftë e domosdoshme dhe luftë që neve na ka sjell lirin. Tani, a besojnë pa fajsi, ne du të me qenë të meqëm, ne shqiptarët. Kush del kundra i drejtësisë? E drejtësi nuk e përcaktojnë adukat, ata në prokurort, ata të akuzojnë. Dhe nuk du të kemë frikë nga akuza që i bo. Unë, nësë më pytë, a beson në gjyqin e Hagës, unë besoj 100%. A kanë dikim këto zhurmat, ose këto manifestime... Për ti sa dhime, a i bojnë hajra tamë? Unë e mendoj 0 hajrë, a 0... Mendimin tanë e ka pas njëjtë kryetarë gjykatës? As minus, por unë sa këm pas punë me gjyqët në aspektin tim komercial, gjyqi i mirëfillt, edhe drejtësia mirëfillt, edhe kjo është fat për ne, është gjykatësi. Në gjyqi, ai gjykatësi, sa këm vrejtun, ai nuk ka me qenë indikum nga prokurori 100 vjetë, 25 vjetë, 0 efekt. Unë mendoj që faktet, dokumentat, që unë nuk i di, ato determinojnë vendimin në gjykatë. Dhe mendoj që ne, si Kosovë, nuk humbum nga drejtësia. Ne do të ballafaqohemi dhe shteti i ri, ashtu quajtur, i ri, se shteti i Kosovës ka qenë ideja me bë 200 vjetë për para, nuk do të mi ikë drejtësisë.
E tja ke po në e kanë këtu meditim se tha pa Unë në meditim e kom pa, tani shqiptarë të kjo tranum që kur kom thonë meditim, kur kom shtu liber për meditim, me që shqiptarët nuk e kanë di qka meditimi, po shumë gjarje e kom pa që Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli do të lirohen. E ata dy tjertë? Nuk i kom pa. Po nëse këta dy lirohen, ajo është si rrëdhoj, se Hashimi pa akuzohet i pari, Kadria, tani këta, unë atërë si rrëdhoj, po nuk i kom pa, nuk me thot diqka që si kom pa. Nuk është që mendim, nuk është analizë, opinion, është pamje, tani mund të ju spjegoj në nivel shkencor. E për ata shqiptarë që kanë shku në Hagë edhe kanë deklaru kundër Hashim Thaçit akuza, kina i mendim Po unë profesor? thash, Dikush të më ka vjedh vici, në tjetëri. ata që në shku Hagë do jenë publik, do jenë pa publik, unë thash, argumentet, unë nuk i di, nuk mund të jap gjykimin, po ne shqiptarë do të mu ballafaqu me gjyqin, me të drejtën, dhe kjo re, të themi, një re që nuk vele dritën me dëpërtuar shpejt, po pengon me Hagën besoj do ndriqohen gjërat dhe Kosova fiton me që është tani nuk mund ta zhbejmë, është prenu nga shqiptarët mendoj që vetë Hashimi e këta që kanë incu e din mas mirë që s'kanë pas fajk, edhe këto do të burnis psikologjikisht, po pse Hashimi insistoj më ba? Po da e më pastu si kishbo? Me pas në i halë. Kjo është analize imja. Absolutisht, me pas Me pas halë, unë për shembull, me pas dit, unë kisha thot delegatëve. E kisha thot delegatëve, mos e bani për burra. Se e kom vra filoni? Hashimi në atë kohë ka pas fuqi. Po kam bujtë dhe mos me bo? Absolutisht. Hashimi në atë kohë ka këgja shefi ma. Pro, si një përfundim ja unë profesor, si pas ti, historia qka do të shpoll Hashim Thaçin? Ato nuk e di, ta presëm gjyqin, mos të lojmë gjyqin rahat. Po s'ka rëndësi gjyqin, na po flasmi për historin. Historia në zonësit, dhe me thonë, fëmijë tonë, qka kanë me mësur histori për Hashim Thaçin? Për Hashim Thaçin, historia nuk shkruhet me njëherë. Zakonisht, historia mas i desëm ne. Mas një qirjet e shkruhet, po. Kur nuk kem dikim, kur njerëzit janë të lirë, sa je president, mund të ketë manipulime. Pa një mendim, qka me ndoni që kom më shkru për ish presidentit Thaçi? Nuk e kom mendu kur me të drejten, qka dhe të shkru një historia për Hashimin. A kanë me mësu për shembull për libra si Ismail Qemolin që shpolli pavarësinë e kështu? Nuk e, pra përgjigja ka me qenë ma mirë presëm. Për shembull, për mu, faji Hashimit, faji Mustafave, krejt ty në kryministrave, e inkuadru edhe Albin Kurtin që se kanë po gjyqin në Kosovë. Kanë pas fuqi edhe me shku, mos me shku shpiuna, me tregu ma ka vjedh lopën e që bëthu ti, por më pas qenë një gjyq i mirë filt, që kanë po krate e këta serbt, që e bërë në gjyqin vend dhe i shpallën krejt pa fajshëm. Këtu është gabimi Hashimit, këtu është gabimi Mustafa, këta e ke po që ka thojnë, kur vinë zgjidhet, du të më gjithë ta që të LDK-s. Pas ta i harrojnë, vjen pozit, e harrojnë. Nese unë isha në pushtet, unë e kisha bo gjyqin në Kosovë, edhe i kisha caktu edhe të ujt me qenë këtu, por në kontrolën e parlamentit. Tani, ne kena vendos, tash po flasin po lovra ata shbëjmë. E përmende ma herët që thohet, dhe më thonë edhe LDK-ja, e përmende edhe LDK-n. LDK-ja ka votu kundër rezolutës për gjykatën e Hagës, fakt ka abstenu. Vetë vendu se janë kry me kryeministrin Kurti kanë votu për. Çka mendoni për? Unë mendoj që LDK-ja, unë nuk e di pse se ka votu e motivet ato që thash, kur vinë pushtet, po thojnë, po harrojnë ata të vdekurit, ato viktimat, se është fakt, ne nuk mund t'i harrojmë njerëz që kanë ndekë. E kush pi harron kur vinë pushtet? LDK-ja? LDK-ja para zgjidhje thot do të më zbulu kur vinë pushtet, a erdh pushtet ai si quhet Mustafa. A përmenin a erdh sa ishte kryeministër që të bëjmë diçka për viktimat. Tani edhe këta, ose di këto detalje, veç me pengue dhe me thos, bëj rezoluta, unë jam edhe sot që viktimat me që Kosova ose drejta dërkombëtare, e drejta e fuqizon, e vërteta e fuqizon Kosovën, nuk e dobëson
për mu ballafaqu me të drejtën. Këto viktima, tani unë flas nga aspekti meditativ, kuantik, nuk vorroset njeri kur të mblohet me dhe, që humb. Ajo që na marrë ne gjallë është vedia se që e qumë shpirt, ajo nuk shkatrohet edhe mas së desëm, ajo mbetet. Do me thonë, ne du të vedisohemi që njerë që ka të vdek, du të zbulohen o sot o nesër. Thojnë shqiptarët, në ka tonë teme, në Drenis, që gjaku i kur sumbë. Ju të regoj një rast, ma kujtove. Halla ime në Bëllaqevës, Që në Bëllaqevës, hallën e paska? Dyat i kom pas. Te jasha njësa. Një dit, mas 20 vjetë, e shkon policinë në Fushë Kosovës, thot unë e kom vra ato në mulli, mas 20 vite. Pse a i shkoj haxhi, të 10 vjetë, u bo një natë e sheh në ndër, atë vdeku, që ka mytë. Edhe shkon policinë, thot për bire, qelësin në mulli e kom vra unë. Thunë, boju mërë, po që ishtë i haxhije, thot po. Do me thot, qka po do me thot me këta? Nuk vorroset njeri kur mbuloj me dhej. Do me tha, është në interes të Kosovës, në interesin e forcimit të këtij shteti të ri, që zbulohet e vërteta për shkak të nderimit të viktima dhe respektit për të drejtën dhe të vërtetën. Po veç, a guxej më të ngutë që të para se me kalu të këtema Ramazonit, edhe ti nuk e kom bashiratë shumë. A ke desh me shket dikan me kamiona jo? Po, shqo, unë jam rajt i kam nga Drenica. Një këtë rast të tregova para se marë në studio, Adem Demaci, që era puna e gjyshit kësaj haxhiut, baba im e ka, i vetëmi shqiptar që ka pru në dhomën time, kur o dalë pi burgut dytë, ka qenë baba im. I vetëmi shqiptar, që për çdo ditë, jo një ditë, por një jetë, e ardhë, e ka marrë Demaci me një fort kuqezi, ka qenë gjyshi kësaj që ja përmen e emrit haxhiu, Ahmet Haxhiu. Ahmet Haxhiu, po. Ahmet Haxhiu. Dhe 2 sigurimit shtetëror të dera shtëpisë tonë kanë qenë 24 vend, 2 paradite, 2 masdite. Dhe një dit, ajo më përcil ke unë isha student vitin e para, dytin, Lutfi Ayazi. Lutfi Ayazi. Një shpion, besoj shqiptar të një. Ajo më përcil ke. Unë me një kamion, që e kishëm një shqitore, i bëjërësh me mytë. Edhe kësej, në trotuar shpetoj. Këtë e kom përsërit edhe në Ljubljan. Kur jo mi i Ljubljan ka nërë sigurimi shqiptar, e sërë në Ljubljan më përcil, edhe ata kom dasht atër me bembej, jo me kamion. Po nuk i mytë a shpetoj. Do të kitje për presurën, bravo. Sonte me që jemi në muajin e madhëreshëm të Ramazonit, thova pak më herët që agjeron, profesor. Çka është agjerimi në fakt për ty? Jo, unë e vërteta që unë agjeroj në një formë tjetër për ditë, që një 10 vite, por nuk e bëj agjerimin në formën e agjerimit kjo që është Ramazan. Agjerimi ka disa dimensione mund të shpjegohet, si besim, që është nga feja islame, dhe këto e ka dhënë teknologjinë ose këtë strukturë e ka dhënë profeti Muhammed, edhe është i vetmi profet që ka dhënë përveç këto në formës fej, besim, e ka dhënë dhe arhitekturën për trupin, mendjen e njerit, si mu reorganizu mrenda. Njëra përveç faljeve, namazë, e këto është edhe agjerimi. Agjerimi 1600 vjetë për para, 400, një gjeni, tani po flas nga aspekti shkencor, me të dha krejt këto receptura, ose këtë režim stil jete, është një mrekulli. Do me tha, aj në atë kohë, kur është shkru Kurani, me të tha falju 5 herë, agjiron një mujdit, tani shkenca merret me këta. Dash me falje, qka në efektet e faljes, qka në efektet e namazit, se gjadës, dhe qka në efektet e agjirimit. Efektet e agjirimit, sot ka 100 libra për ashtu qujturin në intermediate fasting, ose agjirim i ndërprer, i përkashëm,
ka pas kohë që në këtë rast është 14 dhe 16 orë dhe për këtë o marrë çmimin Nobel në vitin 2016. Do me thënë, ne kur shajmë, ka disa efekte në fiziologjinë tonë. Një ndër efektet është riparimi, se ne çdo herë kur hajmë ka mbetje. Sikur kur ndez një dru ose qymër, ka mbetje, hiri, tymi, dhe këto dëmtojnë trupin, që ne quajmë procese oksidative, që dëmtojnë lindjen radikale të lira, dhe nga këto mbetje, trupi ose qeliza vetë pastrohet gjatë agjirimit. Do me thotë, ti nuk hanë, ose hanë ma pak, trupi aktivizon ose qeliza vetë organizohet për të pastru vetë vetën nga këto mbetje. Për edhe aktivizon procesin e autofagjisë, po? Autofagj, që do thotë autofagj nga greqishtja vetë pastrim. Vetë pastrim. Do me thonë, ne hajmë, ka mbetje, nëse nuk hajmë në ato 16 orë, atëherë vetë pastrohet, vetë regenerohet, atëherë rritet imuniteti, e kështu që mund të flasum. A mendon që feja islame është feja e vërtet, profesor? Tani unë që merrem me meditim dhe merrem pak me këtë nivelin kuantik, unë e kum lodh, po kum mendue çka është feja islame. Feja islame thuhet që është feja e parë, dhe nga kjo fe... Se islam do të thotë paqe. Po, islam do me thotë paqe, peace, paqe me kënë, me vetën. Prandaj Muhameti, profeti Muhammed, i ka dhënë teknologjinë si mu lidh me paqen, si mu qetësu mendja njerit. Se mendja njerit është gjithë agresive. Sidomos në kohën e profetit ka qenë një mendje agresive, kur njës kanë qenë lufta, i kanë mytë fëmijët e vetë, e tjera. Prandaj, duke meditu vetë profetit, 23 dhe 26 vjetë, ky ndriçohet. Dhe i merr mesazhet nga Gjebraili, edhe fillon m'ju tregu njerëzve, dy tjerë e bëjnë Kuranin. Dhe është edhe herë për përsëriti. Feja islame, që do të thotë paqë, islam, nëse përkthehet shqip është paqë, religioni që ne, ose feja, që thojmë ne jem fesë islame, se muslimonizm nuk o fej, është feja islame. Çka do me tho fe, ose nga latinishta, religion, do me tho mu rilidh me paqen. Po si mu lidh, i vetëmi profet që ka dho këtë teknologji, që është falja, namazi, që është sot, edhe kjo është shkencë, çka ndodhi kur i qëndur këtu, mund të shpjegohet, çka ndodhi kur e qëtë krynë se gjate, të ushqehet truri se pozita e kokës është ullt, mendja thuhet, lidhet me Zotin, dhe truri merr oksigjen, pse qarkullimi... Do është shkencaresht e vërtetuar që truri merr... Absolutisht, nëse bjen kjo në fe tjera, ose në tradita tjera, është yoga. Do më shkencaresht truri merr oksigjen, kur bëhet sejdë. Oksigjen, frymarrja rregullohet. Do më thon, me fjalë tjera, religion, nga latinisht rilidhje me paqen, me kriju paqë, me veten, me njoft veten. Dhe krejt problemet sot që ekziston në nivel individual e kolektiv, se ne identifikohemi gabimisht. Çka do thotë kjo? Ne identifikohemi me pozita tona, me pasurit tona, me këto. Po pyetja është, kur i hupi unë pozitën, kur qenë president, atëherë pyetja kush jam unë, kush mbetem? Atëherë mbetesh ai që ti nuk e qenë përpara si trup, nuk e qenë si i pasur, ke qenë burimi këtyre. Dhe më thoi, e lidh me burimin e gjitha. Kur s'ka egzistu, kur gjë thuhet pyetja shkencore, që është një ndër pyetjet më të rënda, çka ka qenë para Big Bang-it që në shkencë, para se të ekziston hapësira dhe gjithë këta trupa, ka qenë paqja, ka qenë islam. Dhe nga kjo... Para gjitha vëllu ka qenë? Po, diçka e ka, ose Zoti. Zoti në fe është burimi. Po dhe se Zoti është paqë, është e vërtet që vëllu. Por, si mu lidh me Zotin, atëherë rruga është mes paqes, mu lidh me Zotin. Po si është teknologjia, falja, meditimi edhe
Bravo. edhe lutjet. Do të kitje për profesor. Profeti ka dhënë gjitha, mantrat, që unë e mësu meditimi mantra, për me vibru hapësirën mes mendimeve, se ne mendojmë 13.000, 16.000 mendime, duke përdor fjalën Allahu Ekber ose Om në kultura tjera, atëherë ti zgjeron hapësirën, edhe ajo hapësirë është paqë. Është paqë. Ajo është lidhje me Zotin. Ti më duket ke qenë, jo, nashta ateist ke qenë, po je kon agnostik, po tash ti je kthy. Jo, unë ateist, unë besoj në Zot, e kom thonë për intervista, dhe nëse bëjmë pyetje çka ekziston dhe kush është burim i krejt saj që ekziston, ne fe e kena quajt Zot. A ekziston po? Të dikush kom thonë, po Zoti është energji, jo. Zoti është burim i energjisë. Kush e ka kriju energjinë? Po njerëz tani e kanë në nivel besimi, unë e besoj dhe kam nivel dije. Se Zoti për shembull, kjo gotë bjen, nuk e shohim, e këna e mërtu në shkencë gravitet, ja këna në gjitë emnin. Kush i manë bashkë këto, jo në ato forcat që manë molekulat, atomet bashkë, janë forcat e mosimshke. Do me tha, këto nuk e shofëm, por fenomeni ekziston. Edhe Zoti nuk e shofëm, por me antë meditimit, me roli i lutjeve, roli i këtyne namazit, është mu lidhë mes paqes të Zotit. Të më thonë, tash po besoj që fuqishëm fejnë islamet e? Jo, unë e di, besimi në një farë nivelli është muzdije. Besojnë ty, një mas një vjetë e shoqë që si e ti ajë. Kur ti e përjetë Zoti dhe feja, pa përjetim nuk ka besim. Ty të shtin me anë të faljes, me anë të recitimeve, ritualeve dhe namazit, ti e përjeton Zotin. Nëse çka është përjetimi, është paqë. Bravo, Davide. Që ata po luftojnë për paqë. Profesor, a beson në botën e përtejme, kështu një pyetje? Si? Në botën e përtejme, a beson? Çka është përtejme, ma definat? Përtejme është përveç kësaj bote, është edhe një botë tjetër. Përtej kësaj jete, përtej kësaj bote. Ato që tash, kur vdes njeri, mendon që vdes edhe kjo që unë jom i vetëdijshëm tash që po flas me ty. Jom i vetëdijshëm që pe qes dorën këtu, ose pe shikoj ato, ose po vetëdisohem kush është gazetari para meje, kjo mund ta quajmë, kjo nuk vdes kurrë. Do me thënë që ata thojmë, na del shpirti. Pyetja është, kush ka ky shpirt? Dhe ku ka qenë ky shpirt para se të vjen në këtë trup? Ky trup është sikur okupimi i kësaj hapësire me mure, është që? Para se me qenë ndërtesë kjo. Çka ishte? Ishte hapësira. Para se të ishte ky trup, që quhet tani hetem, na kanë dhënë emrin, ka qenë shpirti që përkohësisht e kanë rrethu me mure. Këto mure, po ti prish këto mure, nuk e ke lëndu hapësirën. Unë mendoj, dhe besoj e kom përjetu këto, gjatë meditimit, unë nuk kam trup, nuk kam mendje, nuk kam kur që kam vedije. Dhe këto mund ta quaj që kjo nuk vdes kurrë. Prandaj, ku shkon kjo, nuk shko kërkun. Atu ku ka qenë. Do me tha, kjo hapësirë nuk shko kërkun kur i prishu murët. Nesër vjetë dikush e prish me bunduzher, por nuk e ka lëndu hapësirën. Ose me bëmat ki artë, nëse merë një radje, ose një televizion, e prish. Nuk e ke prish ato fotografit, ato janë hapësirë. Ose në lëshon radjen... Kongë si ke prish? Jo, frekvencat nuk i ke lëndu. Nuk i ke lëndu. Nuk i ke prish. E ke prish hardware-ën, këtë kompjuter, ose këtë... Po jo software. Po ty një tjetër radjen të gjënë tjetër... Po dhe, e ke prish hardware-ën, një software. Do me thonë, absolutisht. Do me thonë, në këtë aspekt, ne shkojmë nga këna ardhë. Nuk vdesim. Nuk vdesim. Kure jekum frigën nga vdekja, e këto pak feja nga ka imponu, edhe kom thonë, ka bo shumë probleme, se nuk është mirë të frigojmë fëmijët, nuk e mirë të frigojmë ne, dhe nëse jekum frigën, na jetojmë shumë ma gjatë, ose ma mirë, nëse nuk je frigë nga vdekja, nuk vdes kur. Mendimi që do vdesum, ne jemi të vdekur në momentin kur mendojmë, kena me vdekë. Do me thonë vdesum pa vdekë. Kena me full edhe për ushqimin pak, dhe me thonë, qka ju kështë përbuzu njerëzve që janë me diabetikve? Një mesazh për... Ne jena marrë vesh në dy tema. Pani, për s'ka lidhje, Kush për një mesazh. Kush do pas diabet,
unë e kum fol me vite, shkonin Facebook, e keni recepturën, si kur ti që e gjete, qka të lypa një ditë, një intervjis, unë spunoj me ato, e gjete. Edhe unë pjo thëmë, hinin Facebook, edhe keni me suplemente, me ushqim, jo vetëm për këtë smundje, po për shumë smundje edhe për kancer, ajo mund quhet një receptur e unifikuar, që e ushqen qelizën, nuk lejon qelizat plakët, nuk e lejon qelizën të smuhet, dhe jeton një aqësa u ka dho Zoti pa smundje. Në me tha, diabeti është keq përdorim, ose vedije e ullët e njerët për me smu vetën. Në momentin kur ne bëjmë seleksionimin që ka pëhajmë, diabeti zhduket. Leri doktorët me që a thojnë, se e kom thonë 100 herë, doktorët nuk studiojnë shëndetin, doktorët studiojnë këtë smundjet, do me tha, krejt universitetet botërore të mjekësis janë të orientuara për smundje. Nuk merren me shëndet. Unë merren me shëndet. Pa nuk merren me shkaqin, po me pasojën merren. Po, ata merren me smundje, masi kanë ndodhur. Po dhe me pasojën. Po, me pasojat. A jo me shkaqet? Jo me shkaqet dhe jo me shëndetin, me bo preventiv. Mas preventiv, po. Masat preventiv. Nëse ushqehni mirë, nuk ka diabet. Nuk ka diabet. Do me thotë diabeti, po tjetër është industria farmacisë që e aktualizon, e dramatizon për biznes. E diabeti tipit 1, profesor, se thamë pak? Diabeti tipit 1, unë jam, mos të livdohem unë, po i parin botë që pa ta dalë, që edhe diabeti 1 shërohet, pavarësisht që mjek thot ka vdek që liza beta në pankreas, dhe në të vdekra nuk është e vërtet, nëse shkon me kohë dhe ndronë regjimin e jetës, se unë i kom që në televizor, njerës sot që 10 vjetë nuk kanë diabet. Jetojnë pa insulin. Nëse merë masa me njerësit paracitet dhe 6 muj, 7-8 muj, dhe 1 vjetë, plot njerë që i kanë përbajt recepturës, kanë aktivizu qelizat beta dhe kanë prodhu pankreas. Ka prodhu insulin. Po, profesor, një video, se jemi në fund, një video e profesorit të nderuar në Sretlona ka bo bujkove të fundit, pële e kom ftuar në emision, po nuk ka... Për minat jënë zët, në thove që shqiptar zi, miliona franga me siguru për një gjami, amame, fa një shpreje, 100 euro për një libër dhe për një film dokumentar artistik, që është shqip i pas të shqip në përja qëtare. Të, po besoj që se ka posë, faleminderit regjia. Kalëzëm që po të përse. Po thot, për një natë shqiptarët, më falë një shpreje, për një gjami të amamit janë, dhe me thonë, të gatshëm me siguru milionat, për një libër, për që kënë, se kështu, nuk i sigurojnë. Dhe më në ashtas se besej që ka posë në e diska në qëllëm të keqë. E një shumë mirë, po që ditë se një patriot i pa diskutu, shumë është ka qenë daje ti, historian, edhe hoqë, Adem Kotlovsi. Tani me thot, dikush që gjamia, kështu me ato fjallë, u mendoj mungesë, ato që thash, njerëz nuk e kuptojnë religionin, nuk e kuptojnë fejnë, nuk e kuptojnë... Po, ishtë në s'ka posë qëllëm keqë. Edhe këto tempuj, të thonë, gjamia, kisha, e teqe, jënë shku njerëz për me qëtësu mendje. Po në shta nuk e ka posë qëllëm keqë. Nuk po hinë, unë po të tregoj qka është gjamia, qka është kisha, njerëz kanë shku në grupe me u lutë, me kriju paqë, me spaqës, mu lidhë me Zotin, diku në dashtë mu falja ta njerës. Po, për të thush, nuk o mirë me shku në gjami, për mu është ignorancë, për mu nuk e kuptojnë, nuk ka naj qëllim të kesë, por nuk kuptojnë pse duhet më shku mu falë, ato që e spjegu. Shka keni mesaj për profesor në Sretlonën? Qëfar mesaj ki për profesor në Sretlonën? Prej kësoj studia? Jo mërë, smirë nësë unë po merë me fenomenin, më janë njësën për se cilin për këta, për ato, unë nuk merë me nusreta. E po për fenomenin, qka? Nuk merë me ata gazetarë. E po për këtë fenomen, qka keni mesaj? Po fenomeni nuk e kupton këtë qka është feja. Nuk e kupton rolin e fejs, nuk e kupton rolin e gjamis. Kjo është shkencë. Nëse ti faljesh vetë, lutesh vetë, efekti është për ty 1. Nëse faljen 2 vetë në një vend, efekti është 4. Nëse
këto që ta ndigjo ky dhe ti ta kuptojsh. Nëse falen 100 vetë, efekti është 1 miliard, 1 milion ma herë. Në mënyrë eksponenciale, efekti mu arrit paqen, mes paqes mu lidh me Zotin, është në mënyrë eksponenciale. Për këtë arsye, është mendu e gjami, tempujt, kishat, gjamijat, me shku mu lutë në mënyrë kolektive, kur ka qenë një formull nga Maharishi Yogi për meditus, pa i vdiq që nëse 8.000 vetë në botë, së është roja katrore e 2% të popullësis, që mund të gjenin matematikë, më duket këto është një 160 vetë në Prishtinë me numrin e popullësis, i di që në Tiranë për të bot 300 e sa, për krejtë Shqipnin, nëse 360 vetë për shembull luten, falen në Shqipëri, për marë, po kjo vlen jo vetë Shqipëri, po krejtë botën, atëre krijohet paqë për krejtë Shqipërinë. Në botë, nëse 8.000 vetë në mënyrë kolektive meditojnë, 8.000, atëre arrihet paqe. Çka do të thotë paqe? Atëre ky agresivitet i mendjes, këto lufta, këto krime, këto korrupsione zhduken. Se mendja e pa korruptuar nuk korrupton. Do të thotë ne kena mendjen e korruptuar nga mos identifikimi kush jemi, ose me identifikim të rreshur. Pra dhe këto korrupsione që fjala me përdorën në Shqipëri sot lufta, atje nëse ne kena luftue, po luftojmë qysh mi liru këta, atje luftojnë qysh mi zbulu hajnat, e kupton? Dhe kjo është mendja e korruptuar ose mendja agresive. Profesor, jemi minutat fundit, jena mundu më të avon një surprizë të vogël, i kem tirë dëshahira të vogël, dhe voglusha vim preferizohet janë djemt e Muhamet Gashit, i cili ka qenë luftar, i ushtrisë ligjëtare të Kosovës, a i ftuhet. Mirë se vinë. Me dorë të kujtë e mi pritë, hajde. Përënoma misër. Bravo. Kujë, cilo është ta ori? S'po qona se që... Aja është ta ori, ja? Bravo. Po kjo vajza... Ja, kjo djallë. Kjo djallë për shijet, kjo. Kjo. Edhe kjo djallë. Po i ka rritë flokë se të shtynë pak ma. Po qka janë mes veti? Vlozër. Vlozër, bravo. Qa keni më naknu sonte? Haj, qka të të naknoni? Sot kemi përgati 3 kongë. 3? 3, hajde, mashallah. Për kon? Për kejdolla. Hajde, për ajko, s'kena për juve. Për krejt për dhe të kena miknu. Për krejt. Hajde. Hajde të ndëgjojnë. Së pari du mi thonë disa falenderime. Së pari juve dëve du një falenderu shumë për ftesën. Falenderu shumë, valpiti e që nga unë. Sot tjerë, masi kam rostin që ti përshëndes. Së pari përshëndes shikus që janë duke na shikuar. Dhe gjithë... Bravo për retorike. Që me thonë, ata... Ndjeksat e kongës tonë. Po, i përshëndes shumë nga zë. Bravo, darë të gytje. Bravo, s'kena për juve. Cilije, ti more mure, cilije, ti more mure, une jam, hashim e koqi, une jam re gjep selimi, prapame,
Bravo! 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 Faleminderit. Më keni nderuar mu me pas ditë isha ardhë ma herët. Ta po të pëlqej, profesor? Shumë. Faleminderit. Çfarë djem të menqëm. Po tekstin e keni shkruaj, kush e ka shkruaj për këtë këngë? Kanë knuk në torë për nave që ja keni ndru emrat. Shumë mirë. Tekstin e kanë ripërpunu këta. Ari edhe Diamant Gashi, i që ja kanë ndru emrat, edhe kanë përpunu. I kanë gushtu këngë shokut tanë të Hashim Thaçi. Më kënaqt, më musht zemrën. Po, jemi minutat fundit për asaj një mesazh. Halo jemi. Halo jena, po. Atëre. Jemi minutat e fundit për asaj një mesazh për fund. Unë mesazhi im o kë. Kosovën nuk e zvoglon ose nuk e likshton drejtësia. Dohet edhe një herë të mësohemi me të vërtetën, se liria jonë ka lind nga e vërteta, dhe nga kjo nuk do të frigohemi. Ato që thash në fillim, edhe kjo vlen, që me që ka ndodhë kjo gjyq, të presum edhe unë absolutisht shpresoj, e di që ky nivel i gjykatës, nuk për numërojën e prokuror që kanë thonë, se ata kanë për detyrë me akuzu, po jom i bindur që gjykatësat e këti nivelit kanë me da drejtësi. Dhe kjo e forcon dhe Kosova do të ballafaqohet me të drejtën, me të vërtetën dhe nuk ka kur gjë të keqe. Këto zhurma, këto opinione që e ka po kë, e ka po ato, nuk mendoj unë që nuk kanë vlerë, a kanë efekt të manifestime këto është për ata në Hagë më ju dhonë kurajo, me dhonë që kanë merita, por a kanë dikim në gjyq ose në vendimin e gjyqit, zero. Zero. Për Voglushat? Prandaj do të me qenë qetë, me prit këtë vendim, kur të merret, me qetësi, dhe nga kjo, edhe njerë për përsëriti, Kosova nuk humb asgjë, vetëm forcohet. Nuk është vetëm fitoria e lirisë me luftë, po çka bëjmë na masi të fitojmë lirinë. Dhe masi të kemi fitu lirinë, do të urtësia, do të mençuri, do të kemi institucione të drejta, të pavarura, edhe mu ballafaqu edhe një herë me të vërtetë. Dhe mos harrojmë se ato që e thash, viktimat duhet nderim edhe respektim nga e drejta nuk ka frikë. Për Voglushat? Për Voglusha ma keni mush zemrën, unë keni entuziasmu, unë keni qitë në një gjendje që quju në transcendentale meditative dhe ma keni gjithësu mendën. Me që nuk u faljum, kjo muzik na vibroj dhe na qetësoj. Bravo, Baldogitje, faleminderit shumë. Profesor, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësia ime. Respekt, faleminderit shumë. Respekte për shumë respekt, faleminderit. 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 Faleminderit Diamant, faleminderit shikuesve dhe publikut. Faleminderit shikuesve. Natën e mirë, ka ishte personte shihemi javë tjera, sigurisht. Po, një javën tjetër. Javën tjetër shihemi me tjetër kan, e me ty dëshimin e jatin tan. Po. Ma ke premtu publikisht para kamerës? Para kamerë e moj fjallën. Faleminderit. Hajde, miru pafshim.